Ka filluar zbukurimi dhe ndriçimi i qytetit të Tetovës për festat e vitit të ri. Tashmë disa ditë kanë filluar aktivitetet ku edhe qyteti i Tetovës në mënyrë modeste do të zbukurohet për këto festa. Komuna e Tetovës ka bërë të ditur se 3 bulevardet kryesore do të zbukurohen dhe ndriçohen. Për festat e fundvitit po ashtu është paraparë që në Unazën në sheshin e Tetovës të vendoset edhe një bredh. Në ndërkohë, sipas informacioneve deri tek të cilët ka arritur televizioni Koha, këtë vit për zbukurimin e Tetovës janë ndarë 20.000 euro. Por ajo që është e veçantë për këtë vit, shoqata artistëve shqiptar në krye me profesorin Nevzat Kica dhe student të artit figurativ, do të vendosin edhe një bredh në sheshin e qytetit. Ideja është që ky bredh të ketë edhe kuti postare, ku qytetarët do të mund që të dërgojnë porositë e tyre dhe të shprehin dëshirat e tyre. Komuna e Tetovës me atë mundësi asaj ka është mundu të përkrah shoqatën e artistëve figurativ, edhe natyrisht i dhash vetës një obligim të jap një kontribut në fund vitit që bëjmë diçka edhe na për komunën e Tetovës. Në këtë rast dul ideja e brevit apo stolisjes segmenteve cilët e përbëjnë atë bukurin e para festave, e para vitit ri. Edhe ideja ime ishte që në qendrën e Tetovës, në sheshin Ilirja, të bëjmë një bredh të lartë prej 12 metra, dhe ai bredh mos jetë vetëm bredh në cilësi të dekorit sheshit, por të ketë edhe funksionimin e vet në shpirtshmërinë, të sharmit të humorit apo dëshirave, segmenteve, sendeve cilët i dëshirojmë vitin 2016. Edhe ai bredh në këtë rast del prej një fontanës, sepse është ai segmenti popullor ku hudhim një pare në fontanë, mbyllim syt, edhe mandej ajo dëshirë, mendojmë një dëshirë, ajo dëshirë na plotësohet. Në ndërkohë, sipas informacioneve deri tek të cilët ka arritur TV Koha, këtë vit për zbukurimin e Tetovës janë ndarë 20.000 euro. Po ashtu çdo vit komuna përmes shpalljes publike ndan edhe tezgat për shitësi gjatë festave të fundvitit në qendër dhe në disa vende të tjera. Sipas informacioneve jo zyrtare, komuna e Tetovës këtë vit nuk do të organizojë koncert në sheshin e Tetovës.